Precedenti i Belinda Ballukut ekziston, pra kemi një blokadë që parlamenti ka bërë për refuzimin e heqjes së imunitetit të saj dhe nga ana tjetër Partia Socialiste harton dhe miraton ligje për të mbrojtur veten dhe zyrtarët e lartë nga hetimet. A ka fuqi SPAK-u të veprojë përtej blokadës parlamentare? A keni ju një thirrje për drejtësinë për këto raste, jo vetëm për Ballukun, por ndoshta nesër edhe për zyrtar tjerë të lartë të qeverisë që përfshihen në afera korruptive? Pyetja e parë. Tani, ajo çka duhet të them, nuk kam patur kur dyshim se SPAK-un është në kontroll të plot të Edi Ramës. Këtë nuk kam dyshuar. Por ndodhi që një prokuror, besnik i ligjit, i gjetur para dokumentave dhe fakteve dhe dëshmive flagrante, mori guximin dhe ngriti akt padi ndaj Lubi Ballukut. Duhet të them këtu se Altin Troplini e frenoi atë rreth 3 muaj. Kjo është e vërteta. Por më në fund, kur prokurori i çështjes e firmosi, u detyroi ta firmos. Tani, ky prokuror zbatoi ligjin, u kërcënua. Ky prokuror është kërcënuar në mënyrën më të egër. Është kërcënuar nga vrasës të dërguar nga Lubi Balluku dhe Edi Rama. Është kërcënuar nga Edi Rama vetë. Është kërcënuar nga gjitha anë. Ky prokuror nuk është tërhequr. I ka qëndruar gjë në fund ligjit siç duhet i qëndrojë. Natyrisht, SKAP-i ka një numër 20 prokuror, 80 BK-ista, midis tyre sigurisht ka njerëz që bëjnë ligjin, besnik ligjit, po ka pastaj kriminal më të këqij se çdo kriminal tjetër, që komunikojnë me Edi Ramën, që dekonspirojnë çdo hetim, që komunikojnë me kriminal. Por përpjekja e fundit e SPAK-ut për Lubi Ballukun dëshmoj se Edi Rama është i aftë të marrë çdo vendim për të mbrojtur korrupsionin e tij dhe të bashkëpunëtorëve të tij. Ju e dini. Në vitin 2011, ish zëvendës kryeministri Ilir Meta dha dorëheqjen dhe dorëzoi imunitetin përpara se të kërkonte prokuroria atë. Për këta që thonë se shqiptarët e kanë, si me thonë, korrupsionin moral të tyre. Ata që thonë këte kanë vetë moral korrupsionin me Edi Ramën. Por shqiptarët kanë zbatuar ligjet, kanë patur shtet ligjor, kanë zbatuar kushtetutën. Nuk kanë bllokuar kurrë prokurorin. Në asnjë rast.
cila do që kanë qenë marrëdhëniet me te. Ndaj dhe duhet pranuar se de facto spaku nuk ekziston më. Misioni i tij është hetimi dhe ndjekja penale e personave me imunitet dhe krimit organizuar. Tani hyn në fuqi vendimi Famzi Sadushi, vendimi i cili nuk lejon më arrestimin pa vendim përfundimtar të bosëve të karteleve të drogës dhe antarëve të organizatës kriminale të kryesuar nga Edi Rama, qeverisë shqiptare. Kjo është situata. Mbeten vetëm shqiptarë të thonë fjalën e tyre, të marrin dorë fatin e tyre, protesta. Së opozitës, zoti Berisha. Protesta e radhës do të jetë shumë shpejt. Do të jetë shumë shpejt dhe shumë e fuqishme. Nuk ka sot rrugë e vetme. Është protesta. Dhe një pyetje të fundit për bordin e naftës, i cili është paralajmëruar se do të mblidhet sot pas rritjes së çmimit të naftës. Si e shikoni masat që kanë marrë qeveria deri më tani? E ka monitoruar nga afër situatën, ndërkohë që sot tha se do të mbledhet. Në shkelbim flagrant të interesave të qytetarëve, në mbrojtje të oligopolit dhe interesave të qeverisë. Ka nevojë për bord, për gjysmot taksat, vendos nivelin e taksave që ka Kosova dhe Maqedonia, pastaj le të guxoj kusht të shes 100 ark më shtrejt naftën në pompat e Shqipërisë, që të marrë atë që meriton. Po nëse ke vendosur ngarkesën fiskale shumë më të lartë se vendet e OECD-s, 33% më të lartë se vendet e OECD-s, të cilat kanë 5 herë më të mëdha tarrat për frymë se Shqipëria, se 6 herë, pastaj ti ke vendosur një gjob të rënd mbi qytetarët e vendit. Zoti Berisha, deputetja Jorida Tabaku është shprehur sot kundër vendimit për përjashtimin e Ervin Salianit me argumentin se Partia Demokratike nuk e ka luksin të humbë askënd. Kush? Deputetja Jorida Tabaku është shprehur kundër vendimit për përjashtimin e Ervin Salianit. Ajo s'pari një herë deputetja ka shprehur mendimin e vet. Dhe kjo është një gjë krejt normale. Së dyti, nuk është vetë përjashtuar. Është vetë përjashtuar. Vetë përjashtimi është kur ti shkel në mënyrë flagrante ato që ka thot statuti i partisë tënde. Kjo është e vërteta. Për djeli, nuk ka patur asnjë funksion, as në Këshill Kombëtar, as në kryesi, në asnjë institucion. Pasi doli nga burgu për ta respektuar, u kooptuar përkohësisht në kryesi dhe tregoj se nuk ishte ide. U vetë përjashtuar me akte që bëri, kaq. Nuk ka bashkëpunim me krimin, nuk fal kjo parti. Nuk falim ne. E kemi të prerë atë në mënyrë absolute. Mirë pa.